Jemi kthyer sërish, që nga ora 12 kur zhvillua lidhjen e parë me kolegin e Sheu, deri tani në 14:30 ka pasur shumë zhvillime në këto 2 orë gjys nga Parlamenti i Shqipërisë, që nga vendimi PD-s, që nga nisma e Partisë Socialiste, deklaratat e deputetëve dhe për gjithë ato çfarë kanë ndodhur në këto 2 orë gjys, janë shumë fakt. Për kaq pak kohë kam kolegin e Sheu sërish, Aksiol, jemi sërish bashkë pas 2 orë gjysmë nga lidhja e parë. Tanim të rego me radhë në rend kronologjik ose në rend rëndësie, çfarë ka ndodhur? Do doja ta nisja nga puna e komisionit, e cila prej 60 minutash vijon të jetë ende deri në orën 15 kur do të nisë seanca plenare, sa i takon marrëveshjes huas mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushën e sigurisë, një marrëveshje konfidenciale ashtu siç është raportuar. Në fakt, Partia Demokratike përmes 2 deklaratave, fillimisht një të grupit parlamentar ku deklaronte se ishte pro marrëveshjes, por jo në shkeljet rregullore të kuvendit dhe kushtetutës. Ditën e sotme në mbledhjen e komisionit deputetët e opozitës kanë marrë pjesë, mbledhje e cila vijon e përbashkët mes Komisionit Ekonomisë dhe atij të sigurisë. Pak çaste më parë ka qenë deputeti Klevis Balliu, i cili ka folur për mediat dhe ka cituar kushtetutën, saktësisht nenin 83.2, ku shprehimisht thuhet se i takon kërkesave me procedurë të përshpejtuar, se kuvendi me kërkesë të Këshillit Ministrave ose 1/5 së të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë e miratoj një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës për shqyrtim. Po ashtu në nenin 28 të rregullores kuvendit pika 4, sa i takon procedurës së përshpejtuar, thuhet se afati brenda të cilit duhet të shqyrtohet çështja në komision dhe në seancë plenare nuk mund të jetë më pak se një javë nga data e paraqitjes së kërkesës nga kryetari i kuvendit në seancë plenare. Në këto 2 pika për opozitën, Partinë Demokratike është antikushtetuese dhe në shkelje të rregullores kuvendit, ndaj dhe ata deklarojnë mos pjesëmarrjen e tyre ditën e sotme në orën 15 atëherë kur do të votohet kjo marrëveshje në seancën plenare. Deputetët, siç përmenda, kanë qenë prezent në komision, e kanë reflektuar qëndrimin e tyre që Klevis Balliu argumentoi edhe në dalje për gazetarët dhe janë larguar. Puna e komisionit, siç përmenda, vijon aktualisht, ndërsa në orën 15 do të jenë vetëm deputetët e Partisë Socialiste, ata të cilët do të marrin pjesë. Duhet theksuar fakti se kjo marrëveshje kërkon shumicë të thjeshtë me 71 vota, por